ma ka japi madhi Zot edhe problemo me knu. Edhe është e mirë se jom falimderus që i kom 300 kongë të mijat. Kjo do të thotë shumë. Dhe më thonë në mujë krejt natën me kalu veç me kongë të mija. Mi pës nuk ka nevoj krejt kohën veç kongë të mija, pa më varësi që i kom do shta pa modesti, po 50-60 hite i kom sigurisht, po duhet pa tjetër me knu edhe kongëtarve tjerë, si kretna që i bojmë, dhe më thonë, unë ja knojnë ndonjë kongë ati, a i mi knonë kongë të mija dhe kështu funksionojmë, po. Qëfar mendimi keni për muzikën sot, Dani? Ka ndryshu muzika. Sa ka ndryshu? Po, nuk është fenomen veç të na, shqiptarët apo Balkani, mendoj që është fenomen botnor, qka une e arsytoj plotësisht, e para është ndrimi gjeneratave, qka është shumë normal, e dyta, nëse guxoj pak jashtë temës me dalë, Pa tjetër. për këta që i knojnë tash, e kanë shumë letë se i kanë rjetet sociale. Po, na për para që kemi knu, jemi konë shumë pak, edhe për fatë. E kemi pas fatin me pas tekst shkrus pas avëndësushëm. Nuk mëjë me kalu pa i përmend. Indjeri Zi Krasni që jo konë Nishi. Ilir Berani është Nishi. Avni Qaili, me këta që i komponu edhe shumë e shumë tjerë, që kemi punu krejt, na, do më thonë, ka plot tek shkrus. Mirë po, këta janë hargju. Qatë shumë kanë shu tekste të mira që mendoj që nuk ka tem e cila nuk ka prek. Qka me botash. Për shambull, une mendoj, një këngëtar nëse e thret një tekst shkrus, edhe i thot, për du me bo një kongë, me ma bo një tekst. A i me njerë i thot, a ki ndo një ide, ndo një tem? Nuk e di. Dhe më thonë, kur një tekst shkrus super i malë, dvet, a e ki ndo një tem, janë hargju. E thash, unë i kom 300 kongë të mijat. Tjetëri këngëtari ka 300, tjetëri ka 50, janë sos temat s'ka mo. Edhe, mande është kjo pjesa tjetër, ka shumë këngëtare që i poknojnë shumë mirë, ka shumë këngëtarë që i poknojnë shumë mirë, janë bo shumë. Shumë janë bo. Na qka e në akona të rëpë? Për mu, si Dani, janë akon veç 3 këngëtarë dhe jemi sot, kena me betë për jetë pi mashkujve për flasë. Edhe këngëtarë ndoshta pak më tepër, po flasë për Kosovë, nuk po flasë për pjesë tjera të shqiptarisë.